Ju vazhdimisht flisni për vlerën që kanë prindrit në Islam dhe se prindrit duhen respektuar. Po, e kam për detyrë një gjë të tillë dhe besoj se është obligim. Po kur prindrit sillen keq, pa keq, ka për qëllim me djalin, me nusën, me nipërit dhe me mbesat. Pastaj i ngasin nuset, i shajnë nonën e nusës, edhe pse ajo ka vdekur. Dhe babën e nusës e lënojnë duke e sharë dhe duke shpif fjalë të kota. A pse vetëm djali ka prindër? A nusja duhet i akceptoj të gjithë, pra duhet i respektoj të gjithë, pa ata nusën? Kam falur shumë sende për hir të burrit që mos më vun siklet, po sa herë kam fal vjerri edhe më tepër ka kaluar kufirin dhe është ngacmuar me djalin e vet për herë kundër meje. Janë xheloz se ka familja ime kanë marrëveshje shumë të madhe familjare e te burri pa bërtit, pa ofendu dhe pa mos marr botën në përgoj nuk ka bisedë. Dhe për të shpëtuar situatë gabime që po bëjnë, si për shembull, ditë Beromi s'bën Berom me mu, se ishin për fol me motër e vëlla, e citi i natën tek mua për t'ia hodh kokën djalit ti. Sa duhet duroj unë dhe po mos shkoj unë, nuk shkon edhe ai që thot pa mos me i bë sen thot nuk të pranojnë si bashkëshorte, si non e fëmijëve të mi. Çfarë më këshillon mua? Kjo është sprov, domethënë ky është mentalitet Zot na ruaj. Djali në këto raste duhet ndërhyj me një ndërhyje cezariane. Nuk mund të ofendohet nusja nga vjerri apo nga vjera. Kur djali këtë gjë e din dhe e merr vesh, duhet ndërhyj absolutisht. Sepse ata njerëz që e kanë dhënë këtë gocë në këtë shtëpi e kanë dhënë si bi, e kanë dhënë një pjesë nga shpirti i tyre, një pjesë nga trupi i tyre. Një pjesë e mirë jonë janë prindër dhe e dinë çdo thot me rrit një fëmijë, e dinë çdo thot të rrisësh gocën. E ta trajtojë ai tjetri gocën si shërbëtore, si skllave, jo më zotni, këtë nuk e lejon askush. Për këtë arsye, këshilla ime është kjo për ty, motra ime. Ulu herë me borrin tat dhe thuaj, a je ti koshient që këta prindrit e tuaj sillen sikur me qenë pengmarrës, sikur me qenë hasëm, sikur me qenë çfarë them, çfarë epiteti mund të vej këtyne. Po thotë, jam koshient. Tani or burr. O merr mas dhe ndërhy, se nuk kam se të vujnë pasojat e problematikave të tyre të trashëguara ndër shekuj dhe ndër breza, ose unë do të gjej një zgjidhje tjetër. Në këtë rast, i lejohet femrës, nëse i ka kushtet dhe mundësitë, të kërkojë divorcin, sepse nuk ka pse të vujë për shkak se ta njerëz janë të çmendur. Ose shumëzoj me zero, po ti isha unë. Shumëzoj me zero fjalët e tyne, ma e mirë me burrin, në momentin që ti nuk do t'ju kthehesh këtyne, në kryt 6 muajve do të vdesi i pari me kancer në fyt, dhe në kryt 8 muajve do të vdesi i dyti me kancer në gërmaz. Sepse nëse nusja nuk ja kthen, ato çfarë duan? T'ja kthesh. Nëse ti nuk ja kthen, ve kufjen vesh me Kur'an, edhe ata foltin ngjo Kur'an, ngjo ilahi, ngjo ligjërata, ti nuk e kthen përgjigje, fillon shenja e parë e kancerit. Nëse ti do të vazhdosh këto ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, në kryt 6 muajve do i falet xhenazja vjerrit, dhe në kryt 8 muajve 2 muaj më mbrapa vjerrës. Edhe shpëton ti, shpëton familja, shpëtojnë të gjithë.